Kemi zbatuar dikon 140 projekte bonde rreth 15 milion euro. Andaj dhe këtë dokumentar ja kushtojmë organizatës IADK, apo gërmzuar ndryshe emrin e tyre si Iniciativa për Zhvillimin e Bujqësisë në Kosovë. Organizatë kjo që ka implementuar më shumë se 150 projekte në mbarë Kosovën. Objekti në të cilën gjendemi tani është në fshatin Sfaraqaq të komunës së Vushtrës. Po është vërtet shumë emocionale për mua se unë 1/3 e kohës time kam kaluar në organizatë. Të japim shërbime në departament të pemëve dhe të perimeve, lektorisë për punimin e ushqimit. Mund të them me plot fjalën që është një ndër organizatat më të mira në regionin e Ballkanit Perëndimor. Kemi zbatuar dikon 140 projekte bonde rreth 15 milion euro. Themelin edhe rrojt për punën teme, domethënë kanë nga IADK. E kemi qendrën për aftësim profesional. Ata na i kanë dhënë hapat e parë me ndërtimin e shtallës, pajisjet e djathtit, njëjtjes e krejtë. Janë rreth 4.000 përfitues, janë minimum 20.000 persona trajnuar. Nëse na kishte ndihmu komuna apo shteti që na kanë ndihmu IADK, besoj se sot isha njëri për fermerëve më të mëdhenj të rajonit. The main reason behind our partnership with IDK is their expertise in the rural development. U përzgjedha përfituese e mjeteve, po mendimin e tyre po marritën shkopin ekonomik. Urimi 20 vjetori i themelimit të IADK-s